Një aksident tragjik ka ndodhur në aksin rrugor Kabash Poroçan, pranë fshatit Bardhan në Gramsh, ku një mjet tip kamion ka rënë në humner. Për fat të keq, 2 persona kanë humbur jetën në vend, një mësuese dhe drejtuesi i mjetit, pjesë e personelit të shërbimit në fshatra. Një infermiere gjithashtu pasagjere në këtë mjet ndodhet në gjendje shumë të rëndë dhe po merr trajtim mjekësor intensiv. Ngjarja tronditi komunitetin lokal, ndërsa grupet e emergjencës po punojnë për të siguruar vendin e aksidentit edhe për të zbardhur rrethanat e sakta që çuan në këtë tragjedi. Autoritetet e sigurisë rrugore kanë nisur hetimet për të përsektuar shkaqet e rrëzimit kamionit, duke përfshirë mundësinë e defekteve teknike, shpejtësisë së lartë ose kushteve të vështira të rrugës. Komuniteti lokal dhe institucionet shëndetësore po ofrojnë mbështetje për të lënduarit dhe familjarët e viktimave, ndërsa kjo ngjarje thekson nevojën për kujdes të shtuar në aksidentet me mjetet të transportit të personelit në zonat rurale. Rastet e tilla kujtojnë rreziqet e lëvizjes në rrugët e vështira të Shqipërisë dhe rëndësinë e masave parandaluese për sigurinë e punonjësve që ofrojnë shërbime në komunitete të largëta. Një ngjarje e rëndë tronditi Durrësin mëngjesin e sotëm, ku 56 vjeçari Mikel Ndoi plagosi me thik vajzën e tij 24 vjeçare, Jessica Ndoi. Prindrit e saj ishin të divorcuar prej vitesh, ndërsa babai jetonte në Itali dhe kohët e fundit ishte tentuar të ribashkohej me familjen. Dyshohet se konflikti ka nisur pasi vajza nuk ka pranuar ta lejonte të atin të hynte në banesë. Gjatë ngjarjes është plagosur edhe një kalimtar i rastit, i cili ndërhyri për të ndihmuar të ren. Të dy të plagosurit po marrin mjekim në Spitalin Rajonal të Durrësit dhe fatmirësisht ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Policia po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe për kapjen e autorit i cili është në arretje. Në drejtimin e SPAK-ut dhe BKH-s u zhvillua në Tiranë një operacion për arrestimin e administratorëve dhe pronarëve të një call centeri, i cili dyshohet se mashtronte qindra qytetarë europian për të investuar në bursa. Operacioni përfundoi me arrestimin e disa personave dhe shpalljen në kërkim të tjerëve, ndërsa pamjet nga emisioni italian Lejene tregojnë momentet e shoqërimeve me pranga. Organizata dyshohet fitonte 20-30 milionë euro në muaj nga aktiviteti i qendrave të koordinuara të thirrjeve në Europë. Mes të arrestuarve nga gjykata e posaçme janë Hysen Xhepexhiu, Claudio Kaçupi, Remir Gjoligaj, Endri Gjata, David Qerimi, Elis Merkaj, Rentian Peposhi dhe Odeas Kuqi, shumica me mas arresti në burg. Gazetari Ertan Hoxha ka depozituar sot në SPAK një audio përgjim që mund të hedhë dritë mbi ngjarjet e 21 janarit 2011, ku gjatë protestës opozitare mbetën të vrarë 4 protestues. SPAK po vlerëson autenticitetin e regjistrimit dhe më pas do të vazhdojë hetimet. Hoxha ka deklaruar se urdhri për të qelluar ishte gjakos dhe se vrasjet u kryen brenda 8 sekondave. Sipas tij, regjistrimi është bërë duke përgjuar komandantin e gardës dhe komunikimet me zinxhirin komandues, duke dokumentuar mënyrën dhe shpejtësinë e ekzekutimit të urdhrit. Kryebashkiaku socialisti Rogozhinës Edison Memolla, i dënuar me 1 vit burg dhe 5 vite ndalim të funksioneve publike, paraqitet në apelin e posaçëm antikorrupsion për t'u njohur me vendimin e apelimit. Apeli do të vendosë nëse lë në fuqi dënimin e prish apo e rikthen për gjykim në shkallën e parë. Memolla u gjet fajtor për korrupsion pas hetimeve të nisura nga emisioni investigativ Piranjat, pasi ndikoi tek një punonjës i OSHE-s për të mos ndërprer energjinë elektrike një abonenti, me qëllim përfitimin e votës në zgjedhjet lokale të 6 marsit 2022. Vendimi i apelit pritet të shpallet pas 2 javësh. Policia e shtetit ka dhënë detaje për arrestimin e Bujar Sefës, i njohur edhe si Xaka. 39 vjeçari shqiptar u arrestua në Dubai në kuadër të operacionit ndërkombëtar The Wanted, pasi ishte shpallur në kërkim nga SPAK si pjesë e grupit kriminal Raja. Sefa akuzohet se ka qenë drejtues i një grupi kriminal që në vitin 2020 ka kultivuar bim narkotike në zonën e Cudhit, Krujë, si edhe për prodhime shitje droge, grup të strukturuar kriminal dhe armbajtje pa leje. Ai ishte në arrati prej vitit 2019 dhe rezultoni dënuar në Itali me 8 vite e 7 muaj burg. Interpol Tirana dhe Interpol Abu Dhabi po bashkëpunojnë për procedurat e ekstradimit në Shqipëri për baronin e drogës. 6 nga 9 akuzuarit për vrasjen e Ardit Svahiut në Bruksel nuk kanë çrregullime mendore që ndikojnë në perceptimin e realitetit, sipas 2 ekspertëve, një psikiatri dhe një psikologu. 3 të tjerët ende nuk janë ekzaminuar. Franz Çopja nuk tregoi çrregullime gjatë ekzaminimit, por ekspertët vënë re mungesë empatie ndaj viktimës dhe e përshkruan si individ të pavarur me tipare udhëheqëse. Elio Bitri, i cili pranoi krimin dhe është dëshmitar i mbrojtur, ishte shumë i prekur emocionalisht nga vdekja tragjike e vëllait të tij. Ardit Svahiu, 38 vjeç, u vra më 27 nëntor 2020 në Molenbeek pas konfliktit mes klaneve kriminale Çopja dhe Alibej për trafik droge.
Hetimet për vrasjen e 49 vjeçarit Jani Aliaj në burgun e Korydallos në Greqi kanë marrë tjetër kthes, pasi policia helene dyshon se autori i vrasjes mund të jetë 44 vjeçari Giuliano Halili nga Tepelena, i cili ndodhej në të njëjtin sektor me viktimën dhe rezultoi plagosur gjatë ngjarjes. Një i burgosur grek 27 vjeçar u ofrua si autor, por hetuesi dyshojnë se mund të ketë marrë përsipër krimin në presion ose pagesë. Jani Aliaj dyshohej prej vitesh se ishte i përfshirë në mafian greke dhe u vra më 19 janar 2026 brenda burgut Methik. Giuliano Halili, i njohur si Niko, është dënuar më parë për vrasje me pagesë. Ka vrarë shqiptar dhe grek në Greqi dhe është përfshirë në disa vrasje të tjera brenda burgjeve dhe jashtë tyre. Hetimet mbi rolin e tij në vrasjen e Aliajt vijojnë. Një 30 vjeçar ka rënë në prangat e policisë në kuadër të operacionit koordinimi pasi dyshohet si autori një serie vjedhjesh në Lezhë dhe zonat përreth. Sipas policisë, gjatë vitit 2025 dhe janarit 2026, ai ka kryer 11 vjedhje, nga të cilat 7 në kërcënimin e armës. Bëhet fjalë për vjedhje në 2 karburante, një dyqan dhe ndaj 4 taksistëve, ku dyshohet se ka përdorur një pistolet lodër, si edhe 4 vjedhje të tjera në markete e Banesa. 30 vjeçari akuzohet gjithashtu se ka djegur pjesërisht një automjet në Tiranë dhe ka kanosur i zhvjerrën e tij. Ai u arrestua në Tiranë, ndërsa hetimet vijojnë për kapjen e një bashkëpunëtori dhe zbardhjen e rasteve të tjera. Prokuroria e Korçës ka dërguar për gjykim Ilirian Selmanin, 32 vjeçarin që vrau të dashurën e tij, Kozeta Teço, rreth 6 muaj më parë në Pogradec. Autori u arrestua pakor pas ngjarjes dhe pranoi krimin para policisë, duke thënë se nuk mund të duronte më dhunën e saj. Hetimet zbuluan se Selmani kishte marrëdhënie intime me viktimën për mbi 3 vite. Gjatë kryerjes së krimit ai përdori mjete prerëse, ndërsa gjaku i viktimës u gjet në xhepin e tij. Ekspertimet mjekoligjore treguan se shkaku i vdekjes ishte shoku traumatiko hemoragjik. Ai akuzohet për vrasje në rrethana të tjera cilësuese, duke i shkaktuar viktimës mundime të veçanta. Sipas nenit 79 fraksion E të kodit penal dhe dosja është dërguar për veprime të mëtejshme në gjykatë. Daniel Liskendaj dhe Afrim Ferraj do të vijojnë të qëndrojnë në arrest shtëpie, ndërsa për Artur Jançajn masa u ndryshua në detyrim paraqitje. Ngjarja lidhet me një rast korrupsioni në shtator 2025, kur 3 efektiv morën 270.000 lekë nga një person në këmbim të shmangjes nga përgjegjësia penale. Hetimet dhe masat e reja ndaj tyre vijojnë sipas vendimit të autoriteteve. Një 35 vjeçar është arrestuar në Shkodër dhe një tjetër shpallur në kërkim për kultivim kanabisi. Gjatë operacionit policor në Onët 8, në fshatin Boriçi Madh, u zbuluan 3 ambiente të përshtatura për kultivimin e bimës narkotike, të furnizuara me energji elektrike nga lidhje të paligjshme. Policia arrestoi kolnarkajn dhe 4 punonjës të OSHS, ndërsa një tjetër po hetohet në gjendje të lirë për shpërdorim detyre. U sekuestruan gjithashtu 771 bim kanabisi, 6.25 kg material bimor, 195 llampa, 21 aspirator dhe 20 filtra ajri. Materialet i kaluan prokurorisë së Shkodrës për veprime të mëtejshme, ndërsa vijon kërkimi për një 36 vjeçar. Një 28 vjeçar shqiptar u arrestua në Itali pasi u kap duke transportuar 30 kg kokainë të pastër në Monza. Karabinierët e stacionit të Kolonjë Moncezes ndaluan makinën e tij në një zonë të izoluar dhe gjatë kontrollit gjetën 26 pako me drogë në bagazh. Ngarkesa e konsiderueshme po hetohet për lidhje me një rrjet të organizuar narkotrafiku, ku fitimet mund të arrijnë miliona euro. Shqiptari u dërgua në burg me urdhër të prokurorisë së Monzës në pritje të hetimeve dhe gjykimit. Grabitja e një institucioni financiar në Shkodër ka përfunduar me arrestimin e autorit. Policia ka vënë në pranga 27 vjeçarin Gjonata Kola, i cili më 24 janar në lagjen Vojokushi hyri në ambientet e një institucioni financiar dhe duke kanosur punonjësit me çekiç vodhi 143.500 lekë të rinj. Materialet janë referuar prokurorisë së Shkodrës për veprën penale vjedhje me dhunë. Një ngjarje tragjike ndodhi në orët e para të mëngjesit të sotëm në fshatin Lapardha në Vlorë, ku një 85 vjeçar humbi jetën nga asfiksia e shkaktuar nga zjarri. Policia njofton se në orët e para të mëngjesit 85 vjeçari u gjeti pa jetë nga familjar në banesën e tij. Dyshohet se zjarri ka qenë aksidental, ndërsa hetimet për sqarimin e plotë të rrethanave të rastit vijojnë. Policia e Kosovës ka zbuluar në veri të Mitrovicës municion luftarak dhe granata dore në një banesë të braktisur në fshatin Rudar i Vogël, komuna e Zveçanit. U sekuestruan 9 granata dore, 538 fishek dhe 3 karikator për armë automatike. Në vendngjarje ndërhyri edhe njësia për trajtimin e mjeteve shpërthyese në koordinim me prokurorin për rastin mbajtje pa autorizuar e armëve. Një ditë më parë, policia e Kosovës sekuestroi edhe 156 kg eksploziv komercial në Zubin Potok në një zonë të pabanuar.
Një zjarr i madh shpërtheu në orët e para të mëngjesit në fabrikën e biskotave Violanta në Trekala të Greqisë, ku ndodheshin 11 persona. 3 gra kanë humbur jetën, 2 të tjera rezultojnë të zhdukura, ndërsa 6 të tjerë përfshirë një zjarrfikës u dërguan në spital. Shpërthimi ishte aq i fuqishëm sa u dëgjua në qytet dhe në fshatrat përreth duke thyer dritare. Një pjesë e fabrikës u shem nga zjarri, ndërsa në vendngjarje ndodhen 40 zjarrfikës me 15 automjete, ndërsa në vendngjarje asistuan 40 zjarrfikës me 15 automjete për shuarjen e flakëve dhe shpëtimin e personave. Më shumë se gjysma e Shteteve të Bashkuara të Amerikës po përballet me një nga stuhit më të ashpra dimërore në histori, e shoqëruar me dëbor dhe ngrica në 40 shtete, nga të cilat 17 kanë shpallur gjendjen e emergjencës. Deri tani 11 persona kanë humbur jetën dhe qindra mijëra shtëpi janë pa energji elektrike. Mijëra fluturime janë anulluar, shkollat janë mbyllur ose kanë kaluar në mësim në distancë, ndërsa disa shtete po përballen me dëbor deri në 30 cm. Autoritetet paralajmërojnë se rreshjet, akulli dhe i ftohti ekstrem rrezikojnë jetën e mbi 180 milionë amerikanëve. Presidenti Trump aprovoi gjendjen e emergjencës në 12 shtete, ndërsa qytetet e mëdha përfshirë New Yorkun kanë angazhuar mijëra punonjës për pastrimin e dëborës. Temperaturat e ulta pritet të jenë ndër më ekstremet e 8 viteve të fundit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.